Deputetët e Kosovës nuk arritën as në përpjekjen e 21 këtë të diel të konstituojnë kuvendin. Dështimi për ta bërë funksional parlamentin e ri e ka zhytur vendin në një ngërç politik, duke e lënë atë edhe pa qeveri të re kur kanë kaluar më shumë se 3 muaj nga mbajtja e zgjedhjeve. Dështimet e njëpasnjëshme vijojnë njësoj pavarësisht thirrjeve nga brenda dhe jashtë vendit për të lëvizur përpara me krijimin e institucioneve. Kosova dhe institucionet e saj vazhdojnë të mbesin peng i kryenetësisë së kryeministrit në detyrë deputetit Albin Kurti, edhe nga kjo konferencë këtu i bëjmë thirrje, i bëjmë ftesë që të reflektoj. Qytetarët e Kosovës nuk kanë votuar për blokadë. Qytetarët e Kosovës kanë votuar për të ndërtuar institucione të reja, të cilat duhet të ballafaqoheshin me sfidat e qytetarëve tonë. Fatkeqësisht, asgjë nuk është duke ndodhur, i bëjmë edhe një herë apel që të reflektoj në mënyrë që të ecim tutje. Edhe në seancën e kësaj të diele, deputetët refuzuan formimin e komisionit për mbikëqyrjen e një votimi të fshehtë për zgjedhjen e kryetarit të ri. Votimi i fshehtë, i cili ishte propozuar nga lëvizja vetëvendosje, kundërshtohet nga partitë e tjera me argumentin se është antiligjor. Lidhur me këtë çështje, pritet të vendosë gjykata kushtetuese pas një kërkese dërguar disa javë më parë. Seanca e radhës do të vazhdojë të martën e 27 majit. Nga ana tjetër janë shtuar zërat për një koalicion të mundshëm mes lëvizjes vetëvendosje dhe Partisë Demokratike të Kosovës. Numrat e vetëvendosjes dhe PDK-s së bashku do të zgjidhnin ngërçin e kuvendit dhe do të ishin mjaftueshëm gjithashtu edhe për formimin e qeverisë së re.